Peshqëngritja shqiptare po përgatitet të përfasohet të kampionatin botëror që zhvillohet në Kolumbi. Do të jetë vetëm një sportist, ai është Antonino Mollisi i Vllaznis dhe trajneri i tij Artur Laxha, që është një herëzi edhe trajneri i ekipit tonë kombëtar. Pikërisht me Artur Laxhën, profesor, janë seancat e fundit përpara nisjes drejt Kolumbisë. Si është forma sportive e Mollisit? Është një formë e shkëlqyme. Atëherë në ditën e djeshme ne bëmë një garë kontrollit, ku ishte pranishëm edhe presidenti dhe vetë i madhi Asim Bilinova, ku bëmë një garë kontrollit ku ishte përgatitja dhe përqendrimi i Antoninos për kampionatin botëror, që shumë shpejt ne do përfaqësojmë Shqipërinë në kampionatin botëror U17 që do zhvillohet në Kolumbi, ku është një formë e shkëlqyeshme dhe jena shumë optimista që të kthehemi me medalje. Keni folur vazhdimisht me optimizëm për këtë djalosh i cili po rritet në duart tuaja. Pa diskutim janë vlerat e sportistave shkodran, ku tashmë janë dy sportista cilësor kampiona rregullimenta Shqipërisë, si është Sejmiri dhe Antonino, i cilët janë edhe të ekipit kombëtar dhe përfaqësohen denisit në gjitha aktivitetet. Problemi jonë është që kemi probleme me pagat. Pagat janë shumë qesharake, ku dhe pak ditë më parë takova dhe kryetarin bashkë me presidentin Fidel Ylli, ku na premtu që ne do të nepen ata që na takojnë, ata që janë vendimit i Këshillit Ministrave, dhe hala asgjë nuk po bëhet. Kjo na ka penguar i fije, mosi ne kena nevojë edhe për suportin e vitaminave dhe të ushqimit tash para aktivitetit. Sidoqoftë, seanca servitore vijojnë me të njëjtin përkushtim dhe problemet mund të zgjidhen në vazhdimsi. As që diskutohet, por është bërë si emocë kjo po dhe gja jo. Në më thonë përbajnë dhe disa kohë që ne i paguim gjanë edhe ne du vazhdojmë dhe i paguim që nuk dorim më shirë të fatit, por problemi është me që vetë ministri i ka lanë shpërblimet e sportistave dhe varësit e ti nuk i marrin parasysh këto ligje që janë të shkrume dhe janë veç për sportista. Profesor, të kthehemi tek botërori i Kolumbisë, çfarë synoni me Antonino Mollisin në të dy stilet? Në çfarë kategorie konkuron? Në vitin e kaluar ne ishim në një aktivitet botëror që kemi po tani dhe do në vendin e 4 në botë. Shpresojmë këtë vit që të kthehemi me medalje. Shpresojmë të realizohet jo objektiv do të ishte kënaqësi për ju si trajner, për vetë Antoninon, por edhe për Peshqëngritjen shqiptare. Patjetër është një element i madh, është një diçka, marr medaljen në botëror është një anër për çdo person dhe për çdo sportist apo trajner që kthehesh me medalje, është një sukses i madh që të njihet flamuri jon në gjithë botën. Suksese, profesor. Faleminderit.